Mirëmbrëma 8:05 nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Dhe një mik i emisionit. Kemi kënaqësinë të kemi këtu Arben Dede. Ben, mirëmbrëma mësave. Mirëmbrëma. Atëherë, Ben, dua ta filloj çikun ndryshe se ne gjithmonë fillojmë me kështu me politik, sot është nata e Nata është me 12, është nesër mbrëma, po mas orës 12 sonte, lirisht, domethënë, njerëz që kanë qef me evitu, si më thonë, trafike, turma njerëzish, shkojnë që sonte, am kupton mas orës 12 natës është konsiderohet nata është 19. Me fjet është nesër mbrëma, me fjet, po që kush do me shku, domethënë për me kry si peligrinazh, mas orës 12 e mrapa mundet me shku, më thonë sonte. Po, pa tjetër. Unë herën e fundit që kam qenë aty me 12 qershor, ka qenë në 1997, atëherë isha dhe vullnetar të Kisha e Laçit. Domethënë, po, domethënë mbledhnim ndihmonim aty, asistonim me çka kishte nevojë atëherë. Nuk ishte ai pallat, ato ndërtesa që janë sot, ishte shumë më i vogël, shumë më modest, por as makinë s'ka pas atëherë. E maj mend që atëherë fillonin shkonin edhe para në kohën komunizmi, e maj mend që u mbushin trenat nga Shkodra që shkoshin te Kisha e Laçit për ky është një shenjtë shqiptar apo jo? Është unë nuk e di ardhin e këtij, po unë nuk jam domethënë i informuar, po me sa di unë Sant'Antonio di Padova është ky që celebrohet aty, edhe por me qa di unë, ky si origjinë është portugez. Por gjithmonë ka qenë priftërit të angazhuar, domethënë gjithmonë kanë udhëtu dhe për gjithë botën. Te e kanë ndjek ushtarët romak, duke dhe ky ishte i mshehun aty në shpellë. Në momentin që e branë. Po, është interesant, sepse aty është edhe shpella, është edhe kisha. Shpella quhet shpella e Shemvlashit. Ndërsa, domethënë, janë dy vende që celebrohen, domethënë, ndryshe. Domethënë, jo ndryshe, po janë dy vende në të njëjtin rrethinë. Shpella e Shemvlashit është ulesh poshtë kishës, bile është edhe një vend ku njerëzit vënë kokën aty, se ai shajti ka pas dhimbje kreje dhe kur i ka dhënë kokës kështu, e ka bë komplet shenjën e kokës në shkam. Am kupton? Edhe aty është shpellë ku është strehu, po sinqerisht fajim jam rrit në komunizëm, masonej feja është bits and pieces që am kupton, jam domethënë kam gati 30 vjet në emigrim. E kam pa që ti je shumë i devotshëm në katolicizmit. Po. Qysh kur të ka fillu? Ti vjen nga një zonë tipike katolike, edhe ke jetu në një zonë tipike katolike. Megjithëse Laçi ka qenë një përzim në atë kohë. Laçi ka qenë jashtëzakonisht i përzim, ishte nga këto qytetet industriale, domethënë si puna e fusharit apo me malia, kishte njerëz nga e gjithë në për Laç dëgjoje këngë, dialekte nga e gjithë Shqipëria. Besimi im filloi nuk është shumë si besimtar ka kohë që jam, po si praktikant është i kohëve, jam shumë i vonshëm sepse po si besimtar, kush ta ka ngulit me tregime, nana, gjyshje, kush? Si besimtar definitivisht nana, dhe është një fakt shumë interesant. Ne kemi ardhur edhe në Laç, kemi banuar në Laç në fushat e Laçit që në 85-ën. Edhe kishte se si më humte nana mu ditën e martën mjes, më humte me ato shoqet e veta, edhe kryon të një farë shfajsimi kështu për mos me i vure po e shifsha gjatë ditës se i kishte kamt e gërvishtme. Sikur kishte një rrugë pa rrugë, po. Sa atëherë nuk i bie bashkë rrugës. Ajo ka qenë rrugë kamsosh, po nuk i bie bashkë rrugës, por me evitu ndonjë am kupton, me pa dikush ose diçka. Po, në spionlik vogël e diçka, domethënë, edhe po i maj mend domethënë që kishte gjujt, por gjujve kishte gërvisht. Po pse më fal se kam idenë, është afër me Laçin? Po, është diku në kam, afro 45 minuta është mund gjit, del sipër Laçit te varrezat e Laçit dhe pastaj mund të marrësh në disa drejtime, po këto nuk i binin rrugës. E qartë.
Për mos me... Por mos me ra, sepse atëherë dhe ruhej. Jo aq shumë, por ruhej. Atë mësote nana për shkakun dhe bakri që mu falë për parasën... Po, vazhdimisht, kjo pjesë ka qenë, bile një herë pa ta hyn të lashe me profesorin e gjuhës, falë me profesorin e historisë, se e shkryt aty i mallkovë zotit tradhtar të pabes. Edhe tha, nuk ka zot, tha. Edhe, u të roqë. Shiko, e vërteta është që katolikët e kanë më të rinjosur besimin, ndërsa gjyshja ime, më që vetëm përpara se me fjetë, thotë vetëm Bismillahirrahmanirrahim, edhe ne komë më se sa thotë gjithë diçka tjetër, po ka që kishim ai bagazhin fetar. Thonë, ti ke pas një... Unë kam pas, nuk e di, truni mba mend vetëm ato betimet, dhe betimet ka qenë pasha bukun dhe pasha qelën, diçka e tillë. Okej, s'ka qenë i profilizum. Jo, nuk ka qenë i profilizum, po unë kam pas fatin që kam pas i non që edhe ku vdiq fëmijë. Femër më interesante s'kam taku mo në këtë jetë, përveç që asaj, si me mëje. Ajo nuk lete ditë fetare pa festu. Gjitha lloje. Ai ishte katolike vetë. Ishte katolike vetë, edhe ajo ishte gjysmë për gjysmë më duket. Jam shumë të mërë. Mos më fut në të mos më shty, se më vje gjynof për vetën, po ajo që them unë, është ajo i festohet në mënyrën më kryevepër. Nuk bëhesh fjalë fare, domethënë që kemi kalu momente shumë të këqija, ekonomikisht. Shkote merrte borxh ke komshiu, që mund mbite pika. Pa ne u bona ateist ndoshta. Pika mbite kur u shkote ke borxh. Se hate prapi cop komshiu. Jo, kjo bote se ka pasi shtëpi të kryevepër. Kjo prandaj thash ishte fëmijë, se bote drekën a darkën si vite këtë problemi dhe ai komshiu nuk do të më e bë ose s'kishte mundësi se kishte bë llogarit, vetëm ke imja s'bota llogarit, nuk kishte laps. Ti gjithë kishin kaj laps, më kupton. Edhe i çote edhe këty në me hongër. Dhe i thosha unë, po ç'a bëmi non kështu. Hajde se bo zoti mirë, edhe vazhdoi kjo e bo zoti mirë, sa herë kisha ndonjë problem, hajde se e bo zoti mirë, apo i më. Edhe erdhi moment mas 90-s, edhe biznesi, sepse fillova që në 90-ën, edhe si që bojnë lomsh jona, dhe më thonë që ndrysho komplet profili njerëzor. Ndryshe isha para 90-ës, ndryshe pas 90-ës. Dhe mos ka përëm ishte vitin 92, 93, diçka e tillë. Mi ishin bojë gjërat lomsha ditë. E thash, po kjo kështu, kam qenë zjarë, nuk vliqa në me marsh të parë, pest. Edhe kjo, hamënon tha se po zoti mirë, po ma fryve, thash me gjithat zotë, që të ka botë i mirë zotit, thash, ke punu gjithë jetën, thash, ke i pension shumëtuar fare, gjysë pensioni, edhe vazhdova unë në atë drejtën time, se e kësha në trunin time, e kësha qanë logjikun. Por këto ishin dështimet e para, dështimet e disata që kisha me femën, se me femën do të dështosh gjithë kohën. Më kthejt e, një gjithë tha, ti vërtet me në është ose thu tjeta, po mu, tha, zotim ka thonë ty, tha, edhe të të vla, tha, dhe ju më mani, tha, më ngoj gjo mu, tha, kështu që ju më regull me zotim, u ty të keqit, e ke mytë. Interesant. Për me përmbylla, kërkë falje, për me përmbylla të se më pyte kur janë bo besimtar. Besimtar janë bo që kur u bana i pastre politikisht. Në kuptimin? Në kuptimin, këtu në Shqipëri pastre që në 2013, nësa akoma i kisha ato iluzionet e mija, nësa në Amerikë, 6 muaj mas mandatit 2 Trumpit, kur dhe vetëm nuk i mylli ato luftrat, po hapi dhe të trejnë, dhe më thonë, edhe aty dole e pa shpi, edhe ma shumë që më ka bo fetar është, për shumë kur i shifsh ato politikan që firmjos në ato raketat, orë e them, këto diku i shërbejnë. Po i shërbejnë edhe unë këti timit, thash, edhe am kupton, pak të unë e di se ka kam zotë. E bukur kjo, të dhe më thënë, nuk besove më të feja politike. Na. Okej, je bërë besimtar, po më bënë çudi.
gruaja jote është e besimit musliman, ose ish besimit musliman, apo ja? Ish besimit musliman dhe në fakt unë po baj 23 vjetë martes, tani në qershor, edhe ajo ishte në gjysmë katekizmit kur e mora vesh unë se do ndronte, sepse unë në fundit ne jena shqiptar, feja jo në shqiptaria, edhe po ajo e bani atë me dëshirën e vetë, edhe ka qenë gjithçka interesante, në shtëpinë time është festu vazhdimisht, janë festu se nana pastaj u për kujdes, që gjithmonë domethënë kishte diçka veçantë edhe për Bajram, edhe ta respektohet. Absolutisht, sepse në fundi familja vet ishte ashtu. Po kam një histori shumë interesante. Vajza ime rrit në shkollë katolike atje, edhe po shkonte në shkollë me shumë vajza muslimane që shkojnë në shkollë katolike, vetëm se ato nuk marrin pjesë në orën e fesë. Edhe vajza më thotë i ditë, thotë babi, thotë, si t'ja baj edhe unë, thotë që kam qef me majt Ramazan. Thotë se këto shoqet e mia janë gjitha muslimane, këto e majnë, thotë, këto han, unë ha, e këto s'han vjen keq, sidomos në vakt të rekës të shkolla. Thotë babi, është një impenjim i madh, në qoftë se mundesh me marr, duhesh me marr shumë seriozisht. Me babin s'ke problem, Zoti është një. Mirë bo, e bani vitin e parë totalisht bile, ca nga shoqet e lanë për gjys, ajo e kreu. Vitin e dytë... Kok Maloku. Po, tamam Kok Maloku. E ndëgju si flet Pukjançe. Po. Allah. Edhe, tani, herën e dytë, vitin e dytë, e bani par vjetë. Mirë po i ra iftar edhe pashk njëtën ditë. Ne, fakt, dillën e pashkëve e festojmë për drek. Po, me që nuk e festoshin do si i bike me prish Ramazanin. Ta prishte goca. Po, ta prishte goca, e lam për dark. Edhe, thira dhe hoxhen, e ndërruam profesor Tahir Kukën, cilin e përshëndes. New York atje është njëri shumë i, domethënë, intelektual dhe njëri shumë i njoftun edhe i mirë, edhe mik personal i imi. Them, profesor, a do vish i qik na thush edhe lutjen. Na kupton? Tani profesori nuk e dija e pa, po ne i kishim sistemu tavolinën, pa gjana që s'duhen, ata ishin poshtë tavolinës. Profesori erdhi, me thonë, filloj bukën me ne, tha lutjen, na jeti një orë dhe iku, pastaj u qlirum ne, am kupton, po që kjo ishte shumë, dhe me thonë, një gjë se se harroj kur, në shtëpi time, dhe me thonë, aje tha lutjen, lutjen ndaj Zotit. Është që e bukur, je nga djemët shumë interesant, je shumë king. Sepse unë pranoj më ka vëlqyer Beni se shpirti i pavarësisht, bravo. Mbi të gjitha nga feja, më ka vëlqyer sepse fizi i tij është një fiz i bërë cop në kohën e komunizmit. Dhe më ka që besoj që ky beson, është sepse ky ka faljen. Domethënë nuk ka që më ka pëlqyer edhe si mik në Facebook, ka një lloj çiltërsie në fakt gjithë njerëzit e zonave të veriut të Malësisë, unë kam këtë binding, ka një lloj naiviteti në qenien e tyre, e cila shpesh edhe shfrytëzohet për keqen nga të tjerët. Beni ka një, domethënë, është ajo falja që e bëjnë vetëm njerëzit që besojnë në Zot. Edhe e kam parë që është po, këta janë edhe njerëz që dinë timbrojnë parimet e tyre, sepse e kam parë në konflikte që i qëndron parimet e tyre. Dhe kjo është, më kujtohet një oficer i CIA-s që ka qenë operativ në Ballkan, në zonën e Bosnjës, ka qenë gjatë luftave ballkanike. Edhe i thoshte, i kisha zili, thoshte njerëzit që besonin, sepse ishin të ndershëm me veten e tyre, thoshte. Ai kishte njohur ato dhe musliman dhe katolik, se aty kanë qenë katolik, kroatët, musliman, këta. Nuk flisa për serbët, se kishte qenë gjithmonë nga krahu këndej, operativ këndej. Edhe kjo më bënte, dhe doja të isha dhe unë, thoshe, po nuk mundesh atë isha, sepse kjo që është një diçka që o vjen nga brenda, o e ndjen ose ndjen. Shoku jo të imi nuk e ndjen këtë funda, në drejtën. Por nëse është forma juaj, ha? Me edhe duke më këndështu. Si më duket Që më vlla, është forma, është si e shef ti më, am kupton, unë mendoj që më besimtar se ju dy bashk. Mirë, kam formën time. Jo, për shembull, unë nuk e përjetoj dot për shembull. Unë nuk e përjetoj dot besimin siç e përjeton Beni, më kupton? Po megjithatë në shanse të vështira edhe unë i lutem,
U çuhet në kom, në rregull. Po kjo nuk është ndershme, vetëm ti lutesh vetëm kur e ke ngushtë. E mira është kështu fillon, avash, pastaj do i lutesh kur je i lumtur, do i lutesh për gjithë. Është si puna ime ku shkoj në avion që hypi. Jo, më se s'doja ta thoja më, mos të shoh vetëm. Ai mor ato çontat, ato gjonat, i hyp aty, i vjen për vend, i moj në plak, në fëmijë edhe me trun i them shifti. Se po në moj unë këtu. E qartë. Njo, atëherë, Ben, që të bëjmë edhe një hyrje në temë, sepse është shumë e rëndësishme. Ti kur ike nga Shqipëria, në çfarë viti? Shqipëria kam ikë në 97-ën. Dola në Itali, kam jetuar aty dikon 7 vjet, dhe prej aty kam shku në Amerikë në 2004. 2004, do më thonë, ti ke 22 vjet atë. 22 vjet, me 31 tetor të 2004-s. Me sa kam parë, ti në Shqipëri vjen vazhdimisht. Po. Një herë, 2 herë në vit. Ke lidhje shpirtërore? Lidhje shpirtërore të jashtëzakonshme, por mas 2009-s, muna re i gjanë, kur vinim nga Italia, gjithmonë kishte i tuf me robë si të pritëshin, gjakut familjes. Edhe tani më presin njerëz dhe grus. Njerëz mirë sa dush, po që... Kjo të regon që kanë ikur shumë mirë, sa? Kanë ikur. Dhe thonë, ne jena 6 fëmijë, asnjë këtu. Edhe kjo është një llogari që ne nuk e bëjmë, se ne vetëm shohim çka kena fitu, po nuk shohim çka kena humb. E vërtetë është. Dhe Shqipëria ka humbur shumë nga ika e këtyre njerëzve. Edhe ky vend ka ikur shumë. Më bëri përshtypje, do më thënë, për herë të parë, dje dëgjova në Dasëm, do marrësh pjesë në Dasëm. Unë Dasëm? Të kanë thirrur në një Dasëm? Jo, më isha vdekje më bu. Po, okej. Vetëm vdekje dëgjojmë kote fundit, dëgjojmë në Dasëm. Po, është 7 majta. Është 7 majta vdekje. E të mërshme. Okej, ka një lajm, Berisha ka festuar heqjen e non gratës. Në fakt jemi në një zonë gri. Mi kam thënë që mund të vish, po ke në i halë të bësh shumë kolonoskopinë ose këto gjëra, por nuk të janë hequr sankcionet. Si të duket në këtë moment protestash në Shqipëri? Je gjithmonë mos besues në Amerikanëve. Po... Problemi me Amerikanët është, e kanë thonë vetë Amerikanët më mirë se ne, është keq të kesh mikë, ma keq akoma të kesh mikë. Henry Kissinger? Ja. Dhe... Ti e ke marrë pasaportën amerikane? Po. Kështu që ki kujdes, ke një shtetës amerikane. Ajo që ndodhë me Amerikën që nuk kam pas kur dëshira së ta vizitoj, në fakt, ndoshta nga fakti që unë kam qenë në Angli, dhe në Angli e kanë një diferencë janë një qikë përvers, ata se Amerikanët janë një qikë shu kalkarose. Bravo. Dërsa Anglidhës janë një qikë janë të jashtëzakonshëm në detaje, në mënyrën e zbërthimit të probleme. Për shembull, një president amerikan do më të mirë që mund të jetë, po marr unë, sepse duke i pa dhe fjalimet, nuk ka do të buke qeshin e tallin në Angli, po të futet në parlament. Se janë out komplet. Janë me të parrulla. Dhe as i parrull nuk make sense. Okej. E ke përshë, pire kanë qenë ca stand-up komedi, që për shembull, në qofë se në qofë se në tjesh i friksuar, u shehu me frikën, ati qka, i ca idiotizma nga motë ndryshme, se s'po më kujtojnë fix gjithë do ligjit e tyre. Po në fakt, sepse është mëse e vërtet që janë më keq se që kemi qenë në komunizm. Amerikanët? Po. Mirë, shpesh i quajnë giganti me tru fëmijë, që nuk... Pra janë me parrulla, janë ca parrulla. Ka një lloj naiviteti në mënyrën e perceptimit të botës së tyre, dhe me thënë të drejtën,
Unë nuk i njoh, bile nga i herë kam diskutuar me Benin kur i them që s'jam në gjendje të gjykoj Amerikën sepse nuk kam qenë kur aty. Ka një lloj naiviteti që ti thu, edhe nuk duhet ta përdor këtë fjalë, po quhet autizmi i fuqive të mëdha që nuk harrin ta kuptojnë realitetin. Për shembull, merrte ky është Lutvak, është një hebre, ata i qajnë këto punë, po tjetë për të kuptuar. Ai thot, çdo kom tjetër thoshte, po ta goditshte në Pearl Harbor, do të ulte në diskutime me Japoninë të bënte paqe. Përkundrazi amerikanët u nevrikohën aq shumë, tha sa i usulën me kuqe me mak derisa i futën në fund edhe 2 bomba. Po. Dhe këtë ai e quan autizmi fuqive të mëdha që ti nuk harrin ta kuptosh se ç'a do. Tash unë nuk harrin ta kuptoj këtë me Berishën vlla që e morën e Telendi e vën tash i heqin hajde po do të bësh kolonoskopin ose të heqin bajamet ec këtu në Amerikë. Po më duket diçka përtej qesharakes, ëh. Më duket gjithmonë si ai lojtari i rezerv që ti ke humbur ndeshjen edhe këtu ai zgjidh si Gentile, e marr nën Gentilën ti që vetëm fuse nga këmbët, e bëri sa kap Maradona. Edhe e fusin në pjesën e fundit që mbasi se i thoi, a e fut ta bëj pleh gjithë ekipin t'ja këpusi këmbët, edhe këtë më duket për kështu e mbajnë, Berishën. Se foli për... Ore, je trem ti kështu që nuk... Që është... Jam trem, jo pak, ja. Jam trem, jo pak, se s'di nga ta fillosh tu, s'di ka ta kape, se e kanë bo në të farfe një lëmsh t'jashtë zakonshëm, sa s'ka ku shko, dhe... do më ndjesh, e ti që është problemi, gjë e pa që që luftojnë kolonët, për të bëu koloni, është digniteti, është logjika, është kultura, është herojt e tjerë. Dhe më e bukur është që është e pa mundur më edhe të logjikosh, të arrish të mbash një vijë logjike, se për shembull e bon non grata, të paktën thjesht për të pas atë krenarin të atë, po sa mund të si komb i madh, dhe këtë qatë thu, për të bëj diçka, të bëj diçka me drejtsinë, ose të bëj diçka me këtë gjë. Këto nuk du me ditë me bo asë lloj gjoje. Pra është një perandori, po them, unë mendoj të paktën është ndër perandorit që ka sjell kulturën më të zezë që ka pas ndonjëherë globi. Kulturën logjike. Ka pasa perandori të tjera Jo. Ato perandori, sepse unë gjithmonë i kap nga ana psikologjike, çfarë psikologjie le ke njerëzit. Më kuptoj? Për shembull, po marrim Romën. Roma, po e themi në një moment caktuar, u mor me ç'a quhet, katolicizmin. Ndajku? 400 vjet e përsekutoi. Po, ato e ndërtuan si fillim dhe pastaj ato e përhapën gjithë botën, një farmasë. Ata e përhapën. Bravo. Ajo perandori e përhapi. Bravo. Po përhapi edhe verën, po përhapi edhe tjetrën. Përhapi shumë, përhapi qytetrimin, rrugët qytetit. Le të marrim trim ke kjo sepse është shumë interesante kjo e paraja. Qa i ke boti? Pavarësisht se i thu që ti je sklavim, do pagush X ose do pagush Y. Llapën kujdes. Ashtu dhe, bravo, po puth kur që nuk ka përse kanalin. Do në kur e shiko kështu, pse e kanë bo. Në fundit, ato familje kishin mundësi me bo një 5-6 kalamoj. Edhe me qenë familje prapë, e varfër, se njeriu bjeton, kështu e ka natyrën, bjeton edhe me i bukaq, po edhe që me kaq, bravo. Por, duke qenë se njeriu është qenie sociale, është vetëm një qenie sociale, më e rëndësishmja është dashuria, ose si mund të them ndjerja mes njerëzish. Dhe po të shikosh sot edhe njerëzit më të suksesshëm, jo këto dështakët, etjer, janë broken, janë të thym, janë të marrum, janë empty, janë gjys psikopat, ose psikopat totalisht. Pra, të bësh biliona dhe mos t'jesh happy, mos t'jesh i kënaqur, unë menoj që më kulturë të zezë kaq nuk ke ku e ço. Është e pamundur t'i fuzësh njerëzimit kulturë më të zezë kaq.
Dhe nuk është problemi se për shembull për romakët pa e marrim. Vjen romakët një liri. Na thyn dysh në bip, puth në kryqin, kujdes llapën. Maru. U bë? Në rregull. Ishim shumë pasur, u bëm shumë të varfër. Familja pra ngeli. Nuk na mësuan gjë se si me vra njëri tjetrin, ose si me u shkatru thelbi i vetë familjes, ose e morën atë Flori, që morën nga ne, ku di unë, Flori thonë ca njerëz, po futja ma, themi qik, flasim të ne që kena pas Florit më. S'ke pas. Edhe, e qunë atje, po të paktën Romus vetë i dha një farë mirëqenie, kurse po të shkosh në Amerikë, është halli modh më burr. Është hall më vetë Amerikën është hall. Po ka 30 milion, ai ke pa 30 milion i ka under drog më burr. I ka të marruar më vëlla. Edhe këto që janë under drog janë droguar me parrulla, këto që janë droguar me parrulla janë droguar kundra muslimanëve, kundra katolikëve, kundra hebrejve, kundra komunistëve, komunizmi se kanë gjithë të bashkë kundra tyre, komunizmi kundra të gjithë tjerëve, do është kundra, ti çohesh mes tu shakarot. Do s'mund të jesh normal. Prandaj po them. Do të thonë konservatorët nuk konservuan kur gjë, ha? Çfarë morën çfarë? Se e bën dhe gjutë bukur, që me të bën më idiot se ç'duket. Se të vej për shembull fjalën, ke demokraci. Ti ke fjalën e lirë. Dhe se kush ka qenë klysh kurve që ka shpik si ide. Thuje, po sa mame e thonë se kush e ka shpik. Jo, po ta them unë se kush e ka shpik, po. Thuje ti pa. Problemi është tani provokon. Dgjoj. Pra. Fjalën e lirë. Këto jeni halat lirë vëlla, në fakt po e them tregosh që da. Po, më leja dhe fytyrën ti. Domun shpikja më kryeve, se më në vitet 90, fjalën e lirë, një gjosha gjithë budallëjt të thonë fjalën e lirë. Edhe më e bukur po të shohësh për shembull, edhe sot e kësaj dite kam pa. Përveç ekstremistëve, se nuk po I fus sepse është dhe Beni këtu edhe në Vigjinov. Çfarë është Beni? Ekstremist? Jo. Se tisha me thonë antikomunistëve, më këto marë për ekstremist, për I marë ekstremist, se nuk du me, e kom mik, e kom shufër. Unë e shikoj që Beni është më mundja ma letë mërë ta maroj, mërë. Sa flet mërë, burë, mërë. Pra, unë them që ka një mendjehavje që I vjen nga feja më tepër. Po marrim njerëz normal, jo se nuk e ka nga feja, e ka nga teknikisht jena feja e mëshirës, teknikisht. Exactly. Pavarësisht se, më thonë, ti ma mëshirove se kullove? Jo, teknik, më thonë, në teori jena feja e mëshirës, në praktik, pastaj firmosin bomba. Super problem. Sorry. Gjë, s'ka problem. Gjë e parë, unë kam pa për shumë çuna sekretar partie. Goca sekretar partie. E di kush janë antikomunistët më interesant? Janë që kanë pas nonat e babat, sekretar partie. Ka jetë të dy bashkë. Edhe me I kanë pyet se ca I kanë pas dhe shokë, se tash janë edhe për gjunaf. Jo, unë për gjunaf. Ku dëgjoj? Edhe I them, ore, po çat ka mungu, si e ke pas problemi? S'kemi pas fjalën e lirë, po më thuj atë fjalë që ke pas më se s'poj qeta sot, atë drejt fjalë që të pas ka nalue. Ka gec këtu. Domethënë po të shohësh dhe kam bën një sondazh, nga ato sondazh psikopatët mia. Kush ka fol që I ka mungu fjala e lirë është kokra idiotit. Sot e kësaj ditës ti më thoni jo. Okej. Por, po të thash domethënë, ke fjala e lirë bëhet e tërë problemi që kemi arrit këtu ku jemi. Po, në gjithë të hall. E u kuptoj. Beno, si janë duke u bërë protesta. Si shikon ti? Si Amerikanë, si nga Amerika. Ti thua shpesh herë që një gjatë dim që s'dim kur gjatë. Nëse ka diçka të sigurt, që dim të sigurt është se nuk dim kur gjatë.
Si shikon, lishëm, fol lishëm komplet. Jo, më flas lishëm, mos është problem. Shiko, është kjo shprehje amerikane si sa më shumë si di, as më shumë e kupton që sa pak di. Por nëse e kthejmë këtë shprehjen ndryshe, i bie që sa më pak si di, as më shumë kujto se di. Unë e kam pa të protest shumë interesante. Ju heq kapelen, bravo ju qoftë, protesta është mirë, po unë për vete, si thonë Amerikanët, i kam të ftofta. Sepse, po tashi, Amerikanët kanë një shprehje tjetër, thotë... Apo dy shgënjime, njëherë më këtë bëndë, njëherë më tanë. Dy. Sot tani tretën, si thotë Amerikani, thotë ma hill një herë tur për ty, ma hill dy herë tur për mu. Edhe për shembull shoh gjitha këto... Në treta pas ka qefi. Kështu që unë për shembull shoh ca sjellje, shoh ca veprime, shoh ca me vëzhgoj ca gjëra që nuk më duken organike. Shumë ka shumë tabela. Për shembull, unë nuk e dija që kishte pelikan. Në zonë? Ja. Pas ata se kam ditë po. A kupton? Po tashi ai si thot ai qof largu është në detaje. A më kupton? Plus shof kam vure shumë interesant në platformën X. Do të thonë janë ca figura që gjithë bashkë mbi 10 milion djegës, do të thonë që po e trumpetojnë këtë në një farë forme, do të thonë që është hala edhe më e dyshimt. Edhe mua më bën dyshim vendosja këtu e Reuterit dhe e CNN-it. CNN në faktën është leftisti i thekur. Kur gjatë mirë s'ka prej tyre. Po, pra. Edhe jo, uroj vetëm që mos na bien Kristiana Nampur, se por edhe Kristiana Nampur dije se të dy domethënë janë bombarduar qymin. Edhe ka një diçka që është një lojë më e madhe se neve. Kam frikë se është një lojë që kalon përtej Shqipërisë, se qohet Ben Sanders në debate për këto, se më mbarun hallet e Amerikës që të kapën hallet e Shqipërisë të. Ose ne, kur shikojt jam arritë, ose një herë u fol që do bërë në Karabastar. U quon këto, jo, mos e bëjnë në Karabastar se prishet habitati i këtyre lejlekve. Nëse këta janë 200 lejlek janë, jo mos e bëni në nanë se prishet habitati i tyre. Tashti çdo shqiptar si përfaqe banimi ka 30 metra katror, po ja vëm, po këta lejlek do marrin gjysmën e Shqipërisë në vllaz, le mos Karabastan, mos edhe Vilunin, mos edhe Butrindin, marrëja punë, s'ka më Shqipëri, breg perëndimor nuk e të Shqipërisë, se ka gjë. Mbesin vetëm çfarë them unë ty, Dhërmiu, Imara, Durrësi. Tjera ti ke knet. Nëse është diçka që... Tanë, di qa më vjen mu për shembull kur shumë njerëz të lidhin këtë investim me Amerikën. Ky investim s'ka kur far lidhje me Amerikën. Vesh ndërmjet si është Amerikan. Totalisht, do të thonë, nuk është se... Po, do të thonë, si të ra mirë ty, si të ra mirë Amerikës, as i futet gjanë gjep në këtë pjesë, më të folë për popullin Amerikan, se... Shiko, është një... Po, në Amerikë, ju jeni të ndjeshëm për lejleket? No comment. Keni shumë si e neni Ben Sanders. Ne kena sezon. Po i zumë sezon, i këfusim. Shiko, tanë, unë, Amarildo, unë ju një gjoj me vëmendje kur flisni prej atje, edhe ju më godisni mu, arsyeja që kam fitu simpati edhe që ne ma kontrolu telefonin, jeni i vetmi kanal. I vetmi kanal është Dritare TV që unë i kam bo like. Nuk ndjek asnjë sepse kam pak më shumë respekt për veten. Në fundit ne nuk bim dakord. I Zotë di se s'bim dakord për gjitha, po në fjalët e JFK ne mos dakordsohemi dakordësisht. Absolutisht. E kjo është shumë e rëndësishme. Edhe plus nuk është se ka kohë që nuk du me fitu debat. Unë vlla kam shef me të tregu këto që di unë. Më trego dhe ti ato që di ti, po të lash me i fjetë dyshimi për mua është fitore, unë s'du me fitu. Kështu na kanë programu politikan, duhet pa tjetër me fitu, po e mylla. Kur vje puna te Amerika, ju për shembull thoni sa gjana që këto janë tabu. Ti thush për shembull popullit Amerikan naiv, a më kupton, ose Amarildo që i bje me spat, po unë si Amerikan dashës, ju them që me pas gabim ju them. Po ta kishit gabim, do thosha objection, your honor. Nuk e keni. Për shembull, unë e du shumë Amerikën. Nuk diskutohet kjo punë.
Po vetë fakti si Amerika i hap vend njerëzve si puna jeme me u zgjedh në zyra, ajo është gabim, sepse në fundit besnikëria ime është me vendin ku më ka lejë kryet. Ajo sublimi, ajo finalja. Inshallah nuk do kemi ndonjë përplasje që të Shqipëria Amerikë që neve të harrish të shkosh në kuzhje. Shoku, am kupton, domethënë kjo është historia. Vetë fakti që ata hapin rrugë për shembull për ne, ja për shembull tani kena Mamdanin aty, am kupton, i jashtëzakonshëm, shumë i bukur më pa. Por am kupton, kjo nuk është ça. Kam idenë që nuk është kaq idealiste hapja rrugë, duhet kalosh nëpër ca tunele, nëpër ca kanale që të shkosh te Tajvani, po nëse është muhabet i gjatë. Nëse unë e kam bën më tepër në sensin që ka një keq kuptim të madh nga ata që jetojnë në Amerikë ose në vende të ndryshme, se ti e rasti veçantë që nuk ti jep receta të gatshme, po i shikoj për shembull që vinë në demonstrata, o burra qoni, ta përmësim këtë, ta përmësim atë, ai tak do marri avionin, do krysi e iki, mua m'la, unë s'kam qenë edhe për votimin e emigrantët, më thënë drejtën, sepse parimi i demokracisë është i voton atë që të në kurris, unë s'kam drejtë të votoj të ty për shembull se këtë do kesh, ja do kesh Trumpin, a do kesh Bidenin. Se është e pandershme kjo. Se unë shkoj votoj ta lë do ke gjashtë në derë, edhe derin maç kur i kam thënë dikur. Kështu që edhe kjo përhapja e këtyre mitingeve që vinë nga diaspora do përmbysim Rama mund të ketë 200 arsye për të përmbysur. Ti s'ke drejtë që ta përmbysush në vësh dikë tjetër. Se ti do t'i ikësh përgjegjësisë, ti mbas një javë mora avionin kryse ike, kusuret i kam unë mbrapa. Megjithatë unë kjo më duket prapë diçka e orkestruar nga diku, nga një qendër. Nuk kjo qendra përfundimisht kam filluar që teorive komplotiste nuk duhet me ato që i quhen teori komplotiste, nuk duhet t'i quhen tërësisht komplotiste, sepse ka 12 ditë që vazhdon një protestë që një organizatë shqiptare ku as PS as PD nuk e realizojnë dot, në tilla për masa në tilla, që janë parti me njerëz, me pare, me organizim, me gjitha nuk e organizojnë, as PS as e organizojnë. Duhet logjistike madhe me bate. Pra, kështu që kjo, është logjistike madhe, është pare madhe, është organizimi madh, dhe është i bërë diku në I duar trokas, po këto janë fakte. Unë i duar trokas, ju lumt, po që kjo nuk bëhet pa lek. Okej, pra. Kjo diçka pa strategji. Minimalisht. Pa strategji jo pa lek, se lekët mund të jenë të minimale në këtë, pavarësisht se ka lek në të, mund të jenë të minimale. Ajo që më pëlqen është sepse për mua, për shembull, kjo protestë është shumë e bukur. Është më e bukur e mundur. Pse është më e bukur e mundur? Sepse në fundit edhe kur shikosh shqiptarët aty, duke qenë bashk, pavarësisht ndryshimit të ideve ose sepse çdo njëri nga ato ka i hall. Dhe nëse do ta perifrazoja do thosha këtë, janë 95% të protestuesve janë njerëzit më të bukur që ke në Shqipëri. 5% më pushtat që mund gjesh Ballkan. Çfarë se ka pas për shkruar celular? Thash, ka jo protest, 95% janë njerëzit më të bukur që mund gjesh në Shqipëri. 95%. Më të bukur nuk Këtë 500 e kapa masaneja. Mos e për... Eksaktësisht. Në gjithë Ballkanin nuk ke gjem kanë qarë. Dhe po shikoja protestën dhe më kujtoj xhiron e asaj kohës tonë, se ne poshim xhiro, ju në Shkodër. Jo, në Shkodër edhe ne e bënim, po e di. Jo kaq kult sa ju. Një gjë bravo, se ishte kult. E kishim edhe çfarë unë shoh si pozitive kjo protestë, shpresoj domethënë që mas një 9 muajsh i vitit fillojnë për shembull ato emrat e parë të kalamojve, liria, protesta, çfarë janë këto? Se do bashkohen njerëzit reale valla. Se mjaft tu era, am kuptove, mesazhe, nuk shkon dashnia me mesazhe. Pushtu i rob me rob. Ti e ke lladhin që të fillojnë të dashurohen të... Tifuzën dhe ka i tekel në i gjo. Teci njerëzia. E shof dhe inshallah kur nuk ndalon më
si mund të them, kjo tradit, që mas dite, sepse po ta shikosh, për shumë aty nga ora 7-8, sa të rrishin në për kafe, në një tjetërën. E pashun, e ndoqa par dje, ma i do isha një prezantim libër të një goce nga Tropoja, ishte një histori shumë e bukur. Kjo kishte ikur qish 7 vjet, 6 vjeç. E kishin marrë, ishin këto komisionet që dilnin edhe gjenin talentet në përrethe. Kjo diku nga viti 73, 74 flasim. Dhe këte kishin marrë, kishte ikur 7 vjeç nga shtëpia. Dhe më tregoj historinë e saj, kishte që në konvikt, kishte vazhduar, kishte mbaruar shkollën, e kishin caktuar në teatrin operës dhe baletit pa pas kur farë mikut, po talentet, e ke parasysh. Masanej kishte rast sistemi, kishte fitu një bursë, kishte shku në Rumani, masanej në Milano, si violiniste, masanej në Zvicër, dhe ashti jeton në Zvicër, dhe ishte një histori shumë e bukur, edhe po një gjosha, po shikoj edhe sheshi Skënderbej prandaj. Dhe shikoj që mblodhë në 6 Skënderbeu, po masanej vazhdonin vinin val, 6:30, 7, 7:30, dilnin në formë xhiro siç ka qenë xhiro dikur, atë më kujtuan. Pra, është një tradit që duhet ta ketë çdo qytet në fakt, ajo xhiro mbas ditës. Ajo xhiro mbas ditës vërtet përtej shakas i bashkon njerëzit më burr. Fillo flet me njerëz, nuk flet nëpërmjet telefonit më. Pra, pas ka bëjë një të mirë Edi Rama. Jo, është një mrekullie, se sa do e bëjë Edi Rama atë, zoti e di, po inshallah të paktën e ka bosorë si po e ka qa. Këtë po them. Formën. Dhe inshallah s'po shokur kjo. Sepse vërtet ka nevojë për të socializing, të njerëzit shoqërohet. Mua bëhet më nejse. Jo, sepse ka shkake dhe pasoja. Unë mora vetëm anën më të mirë të mundur. Dhe prandaj thash 95% janë më të mrekullueshëm që ka Shqipëria. 5% damn fuckers. Po, nga ato që zbohen. Më kuptoj. Sepse e nisa përpara ke fjala e lirë. Fjala e lirë, po ta shikosh për shembull, çdo gjë që thot CNN-i nuk qëndron. Pra, jo nuk qëndron. Nuk qëndron me izo me këta të protestës. Çka kërkojnë vetë ta. Se CNN-i thot për shembull, domethënë ti ke lavin CNN-i po kërkoj gjëra për hesab vet. Po ato nuk mund të vazhdojnë për shembull u çu ky popull që të heqë Ramën për korrupsion sepse nuk ka arrestu Belindën. Se këtu janë Se kap amerikani këtë. Po se kap dot këtë. Sepse do shok. Se kush është Belinda thotë? Po jo, po ka një prokurori, ka një kuptoj, ka një rregull, pritet momenti do arrestohet, po do arrestu sot, se keni mengu të shoku se s'keni lënë tenxherët në zjarr. Nuk funksionon drejtësia kështu. Atë që do thush, Rama është me vrap politik ato pelikanët. Këtu i dhjeve gjithë amerikanët. Aty s'durojnë ata. Jo, Gjermon të gjithë pelikan, po si më që sa të bukur janë tomit. Megjithëse për shembull Iraku lanë një milion rob të vrarë. Jo, dhe aty po të qajnë për Irak. Po, ajo që po shpjegoj është shumë e thjeshtë. Në të gjithë protestat, nuk kapi njëri mikrofonin me i por qefin CNN, me i thonë, mos ma prek pelikanin në shoku. Njëri do ta kapi, mos ke marrë. Atëherë si erdhi kjo protestë? Nëse të bëj analizë shumë e thjeshtë. Rama e kemi thonë në këtë emision, shumë kohë përpara, që se ka thonë asnjë emision tjetër, është që po janë normal njerëz, nuk pelshojnë kështu pa u menduar se puna jote dhe imja. Okej. E pastaj shpallemi anti-amerikanë. Pastaj në vonda. Rama duke qenë i artit pa thellësi, përgjithsisht, sepse ati brezi është tipi Skopionsit, ishte biles i pari që boni ato pikturat varilesht në Shqipëri, ato që ishin me këshu, me bojra, me gjona. Se s'bote do t'jatin. Me gjujt makarona në mur. Se jati, Rama nese mund të harrohet,
po shtrohet e njëjtë tjetër në gjitha, ose mund bëhet hero, pak në sika. Por Jati do ngeli shumë mrapa Ramës. Edhe pa u njofti Jati, se ngel vepra. Më kupton? Kjo është e thellësia. Dhe më thënë gjithmonë kam për të thonë baba I Ramës. Por, ajo që po thoja është kur çfarë ndryshimi ka arti me kuptim dhe arti për fasad, janë dy gjëra të ndryshme. Në momentin ku je art për fasad, nuk e fut njeriu brenda, nuk fut shpirtin brenda. Dhe fluturon me pras. Kurse arti I brendshëm, është pikërisht ai ku çdo gjë që ti bë, është dhe njeriu brenda, pra është ai shpirti brenda. Dhe përveç ushtarëve të IDF-it, nuk ka pas në Europë dhe në botë eskavator më shumë se ata. Domethënë, IDF-i që qiste ato me bomba me gjona, Rama që qiste ato të shkatru me matrapike, me këshu. Dhe këtu e kam thonë, nuk është problemi se qa shkatroj, shkatroj gjysë në Tiranës, për mëse qitë më shoku aty, mëse nëzirë, mëse do japi probleme psikologjike më vonë dhe pa e di tjetri. Duke thonë dhe tjetri, orë sa mirë bone që shkatrova atë. O shkatrim. Dhe fjala shkatrim, veprimi shkatrim në tru do të krijojë panik, do të krijojë urrëtie dhe po të shikosh, të gjithë çfarë unë thash, do ketë më shumë vrasje, do ketë më shumë irritim, do ketë më shumë, sepse një populli, një shoqërie, ti nuk mund t'i nxjerrësh ma trapik mes drek dark. Amerido, më ka bërë përshtypje që një ndër arsyet e protestës që janë këtu është thonë arroganca e qeverisë e Ramës dhe përmendin këtë me shkatrimin e kafeneve dhe të klubeve. Që më thënë të drejtën, në fund të llogaritë nuk është se bën ndonjë gjë të madhe, se Tirana po t'jetë për të shëmtuar. Kur mora ty sot në një rrugitë, se mu duhet të dinja nga Lidemi, të dinja të rrugica e shkollët baletit, ka pas qenë një futeshe poshtë një pallati, e ke parasysh ishte harë, që dinja matan, i kishin rasi pallat mu. Aty nuk kaloja do. Nuk e kishin blokuar, bu tërhoqa e tjetër. Tirana është qelbur në një farë mënyrë, nga ndërtimet që ato klubet paktën, sidomos kur mbulonin ato pallatet dhe shëmtuara me parafabrikate ose me tua të vorës që janë bërë, nuk bënin dhe një ndër arsyet përmendje se sa do thoshte, sa prishë. Po dikujt ja prishe komplet kafenen, dikujt I prishe një qoshe, po një 2.000-3.000 pak nashur I bëre. Shto edhe familjet e tyre. Por janë edhe të tjerët që thonë, dalë me që shkjo arrogancë, po si vjene ma prish, ti kështu pa një letër, pa një gjykim, pa një... është pa shpirt, jo, do të thotë është pa shpirt. Dhe kjo, pse e mora, sepse ne kemi raur dhe herë tjetër, e mora sepse janë ato pik, mbushet kupa, dhe mëse ne të duke shudira, që u quan për një që e rahën në Zvërnec, më kupton? Po pra po është e pika që derdhi kuhën ajo. Çfarë u pa, më fal. Po vazhdo. Vazhdo. Shiko, jo, është shumë interesante se përmend atë robin që e tërhoqën zvarr, po. Edhe është interesant si boni xhiron e botës ajo video. Tani jena në Shqipëri, kështu që jena të lirë me fol. Unë mendoj që sidomos ju në Amerikën ti, se për shembull... Po kjo vendi I fundit I lirë në Evropë. Po të flasësh për Putinin, për shembull tu ta vën direkt putinista, që të thosh se shiko se e rriti mirëqenien e Rusisë. A që ke putinisti, ndërsa në Amerikë nuk të paktën në Amerikë nuk thonë për këtë gjë. Ty me të lanë të lirë voton edhe Hitlerin, me që të pëlqeka dhe Putini, do të thonë kështu është, e voton direkt. Shiko, para javën e kalume, ndodhi një gjyq në Angli, në Southampton. Ai gjyqi ishte me dënu një
shtetas anglez i lindur atje prej prindërve indian që i përkasin sektit Sikh, nga ato që vënë vën tyrben. Në dhjetor të 2025-ës, një djalë i ri anglez i bardh, 18 vjeçar, Henry Novak, u kthy në shtëpi, kishte qenë baraj, am kupton, por niveli i alkoolit në gjak nuk e kalonte as limitin që duhet të jesh si shofer, pra ishte 100%, domethënë ishte i papim. Haset në cirkumstancat pa qarta me këta dy vëllezërit Sikh, edhe duke qenë se në Angli, nëse i përket asaj feje, ti ke drejt kushtetuese me majt një armë dekorative me veti, që është edhe mund të përdorë edhe për vetmbrojtje, në sherrës i për banalizoi te, domethënë që ky djali i bardh mori 5 stika. Edhe u thirr policia, mirë po nga që këta dy vëllezërit indian Sikh e kuptuan që e kanë bën xhamën, thanë do t'i japim një twist kësaj historie, e thrasni policinë edhe i thonë, këta me regjistrime, nuk kanë që po i shpikun në me regjistrime, i thonë policisë se ne na sulmoj, ne ishim viktimat i në një suni racist, na hodhi turbanen tokë, am kupton, edhe duke qenë se në Angli ose në Amerika me ardhë çudi, audiencës tonë jo se janë të kualifikuar, po është racizmi është krimi sublim, krimi i fundit. Do të thonë, nëse ke vrarë dikant, nëse je treguar racist me dikant, prioriteti është me atë që është treguar racist. Por me ra shkurt erdhi policia e ky zotnia i vogël, drit past, Henry Novak, thotë s'muj me marr frym, ose ajo shpreha e famshme që e kena mësuar gjithë, I can't breathe. Policia e tha, ne të besojmë ty. Edhe vazhdon të arrestu. E vazhdon të arrestu. Do më thonë i vunë prangë. Me 5 thika në bark. Po, me 5 thika në bark. Edhe, okej, eksperti ligjor tha që ai nuk do shpëton të ashtu. Por të shprehen I can't breathe, këta e kemi një gjune. Po. E kemi një gju në Amerikë. Në Amerikë. Do më thonë, ashtë shumë mund zë bota sa Gjagjaj një shoku tim nga Kumanova e thiri nipin e vetë dhe ore dhe dele dhe ti tha gjuja e gura të në policë dhe tha shirë që bajnë. Këta policë këtu, këta të traj kanë punën akoma këta në Angli. Nësa ai atje patziu, am kupton, ai as na treguan që ky kishte një 4 pilula me fentanol, am kupton që mund me rëzu një kal. Ishte i bërë? Po, totalisht, am kupton. As treguan videon përpara ku ai u përplas në makinë mrapa, tha jam klaustrofob, do më zini nga këtu. Edhe ajo mënyra për me majt në tokë ishte mënyra aprovume me manual. Po ne s'jam mësue emrin. Qa ndodhi është miliarda dame, 12 vetë vdekun, po edhe ky joni tha, I can't breathe. Kjo është protesta. Tani, është hera parë që jetu e një gju? Nuk e di. Po jam i sigurt se 95% e audiencës që e kanë dëgjuar atë I can't breathe tjetër, am kupton, këta se kanë dëgjuar, nuk e kanë idenë se kush është Henry Novak, 18 vjeçar. Kjo është edhe protesta. Po, për shumë, mua më kanë thënë që... Kur dalin këtu, për këtë, am kupton? Se e kanë përmendur shumë, do më duke si një veprim ekstrem aty policia private që tërheq këtë. Në fakt aty gafa ishte policisë të shtetit, e cila duhet bëje të vendosej midis protestuesve dhe aty, sepse protestuesit, nga shumë kanë thënë, unë se i kam parë filmimet, kishin gjuajtur me bajga të thata policinë private. Dhe ata shqiptarë janë ishin zegur, i kishte kap damari, e ke parasysh, kishin shkapur këtë që ishte më aktivin, që po i gjuhën, pra është ajo që gjithmonë ty të shfaqet vetëm se po pra, po të shfaqet vetëm ajo sekuenca që nxit gjakrat, më kupton? Exactly. Ndërsa në fakt ka edhe një sekuencë përpara që nes po ja provojmë as atë, se vëllësi po ja provojmë shumë e keq është ajo. Dakord jam. Por që na tregon gjithë se na beson me gjithë informacionin. Po pra, nuk është normale që ti del me ata në gardhi dhe tërheq. Ne krijojmë opinionin ton, na beson ti me gjithë faktet. Po, ti je i përgatitur psikologjikisht që të pësosh edhe vunë dhe mos kalosh në veprime ekstreme, kupton? Po, nejse, ata shqiptarë janë... Kjo mund të ishte, kjo mund të ndodhte edhe në qësë dhe i bide me njoni masës në shkenjë. Do note. Ajo qëtësia që kishte ra, ose ai ndryshimi që dha tërë këtë, është shumë i thjeshtë. Se po flisja për artën dhe u shkëput të tërë, do të amon nga ne të bikë të prapë. Jo, s'ka problem. Problemi është tu, që kur shiko që kryeministri jotë does not feel, nuk një për njerëzit,
sepse një biznes ose një komp e ngre fryma në momentin që ti tregohesh, le të themi, jo i pa shpirt, po sidomos në një siç të thash, ishte një kombinim jashtëzakonshëm me shumë gjëra tjera. Ishte e kohës gazës, që atje po u shkatrote, këtu po u shkatrote, ishte po e njëjta pa shpirtësi, exactly same, e vetëm gjë që ishte. Nuk u kap në njëri poshtë rënojeve tash. Këtë po them, vetëm po buzëqeshje po ço kaq në ekstrem. Jo, të lutem, do ta çoj më shumë ekstrem. Mirë, që në ekstrem doshin me shembull edhe pallatin, po nuk u bajt pallatin. Jo, problemi ishte edhe buzëqeshje, se mënyra kur e merr kryeministri dhe edhe si foto e ditës, si arritje e ditës. Mirë, pra këto janë nga ato gabimet që bëhen ashtu, po s'mund ta qush nëse do t'i jap paktën ka bërë ca spitale ku ti je më njerëzor se sa te spitalet e natës, të lutem. Ka edhe një lloj qyteti, ka një lloj qasje tjetër për sa i përket rregullit të pasurisë. Ore, edhe unë s'kam qenë për heqjen e atyre. Dhe një herë, më pa varja aty. Edhe një herë tani, kur bëj analizë, nuk e bëj për veprimin që bën. Unë po të them çfarë dëmi psikologjik ke sjell, nuk po të flas unë, a e bëni mirë, a e bëni keq, pastaj merremi me këtë, a e bëni mirë, a e bëni keq. Çfarë po shpjegoj është, çfarë po tregoje, nuk po tregoje se si po mbillnin 10 pemë. Pra, dhe ku shifin Merion Velin, që millte ka 10 pemë, këto thoshin vodhi 100, po kur e shef të miell 10, as të intereso fare ajo fjala që po thot tjetri, pas ka vjedhë dhe rioni 100, sepse po shef syri, po shikon t'i qka më të bukur që po vjen, dhe po e flasë shumë qartë. Në momentin që ti do të regohesh, është si puna asaj kur arresto një kriminel, po ta shikosh edhe në perëndim, nuk japin në momentin që ti e parplas, në Rusi e japin, që e ngullin e me kaptin derisa të vitroni, pastaj kapin për veshje. Kurse këtu e kanë ndryshe, këtu i flasin për shumë perëndim. I flasin një zotëri, kështu, ai hajdut xhepas. 12 kg burr, 6 policë në kaptin. Edhe se bëjnë zap. Edhe bëjnë që duket ai, o zot qa pas ka arrestu. Kom vjedhi 200 lekë, ose qatëm të i budallik. Kurse në Rusi është e kundër. Ngullin një 4 herë me kokë, që të vim tronin vend, e më dhe të ka përveshje që aty, të humë komplet ajo e kriminalit. Jo të qumë kryevepër. Në momenti, para 90, yje, sa të kapte i tjetërim dorë. Se të kapte këtu ke, ajo, pavajsi se që a flitet diktatura. Diktatura ishe shumë e thjesht, kur të kap këtu, e ta heqë komplet burnin, është tjetë gjokë, kur vjedhi palë pucë, je gjynof, e të vinë 6 policë me skafandrë në kaptin, del trashet në zoni. Pra, çdo gjë është psikologji. Dhe në të njëjtën kohë, që ta kuptojmë, në të njëjtën kohë, kryeministri jon, duke dhënë dhe i paralele shumë tut vetes, filloi duke shku në Izrael, ishte më i guximshëm në botë, më burr. Ai ishte më i guximshëm në botë. Ndoshta të shkoj me marrë eksperiencë. Më po të them vllai Netanyahu, nuk u paraqit afër Netanyahut se ta prit të shoku se kom gruajer. Ishte ky. I madh. Ishte ky, valla. Jevi gojë, si jevi. Po ju po ta them, nuk ngeli hebre. Të lutem, nuk ngeli hebre në këtë tokë. Hebre që i ka dhonë, si më të them, botës, ose që i ka ngeli farë shpirtin këtu mrena, se kërkojnë thellë do ka i herë, që nuk i dënoj akte, do tha, nuk jo mund me atë. Vje ky. Jo mund dhe. Miku i mirë në ditë të vështirë një të përë. Bravo, kur po është ka që i mirë. Kur po është ka që i mirë, gjithë Europa që ti fillove duke po, se ishe artisti i kosë, prapë talim ka arti fasad,
se ishte artisti i kohës, boshe batuta me gjithë. Jo, të erdhën edhe 2 herë gjithë shefat e Eksaktësisht, prandaj po të them. Por ti nuk ishe arti i jetës, arti i zemrës. Mund t'ja kursedheve edhe sa të udhtim. Atëherë çfarë ndodh? Nuk arrit të kuptosh që gjëra e parë që duhet i bësh kompitat është t'i bildësh konfidencën, është t'i bildësh frymën që ky vend është i joti, o pastroni këtë, sepse po të shohësh gjithë ato baraket, pa i morim baraket një tjetër me çat dushti, e mashin gjithë lagjen pastër. Ose marrin tjetër, dhe pse vuna këtë paralelet, dal një vend tjetër, në moment caktum, po të shofësh sa konspiracionist, thonë këte, që ti po kryo, që quhen ghetto, që të vinë ato shokët e tuj me kapele, e në ta thynë dysh, ti morin pa asi lek. Thonë konspiracionistët, po unë së dojë si besoj atë. Kur ti e bë? I bë ghetto. Në rritu pa, orë që ke thonë konspiracionist, i keqi. Pra, kur u bon gjithë këto, dhe ti humbe dhe, se sa do Karagjoz janë, më shumë të të janë Karagjoz në bëje, Karagjoz nuk e kujgje, prape rrujnë një farë burnie. Pra nuk i shkojnë Netanyahu, e thonë ka i fjalë. Dhe kur të shofin ty që e ke lonë fare, kur të shofin ty që e ke lonë fare, dhe e kam thonë këtë emision, është respekti i ka humë. Do më thonë, aty s'ke për ta pas mo atë respekti. Dhe në krahun tjetër, kemi një Soros që pat një luftë të hapur me Trumpin, dhe për se më thëmë, qëllimet e veta, e nisi në Amerikaj, e nisi të shofim se kush është më i forti. E ka me Trumpin, nuk e ka me ne. Por problemi është, po ta shofër Soros, e më thotë, unë nuk kom miq, unë asë që unë e se kom mik. Po që puna për ta, po mu desh e shitën e këtë me pjesë. Kështu që asa Ramën se ka mik, dhe e nezi këtu më Shqipëri. Dhe të është ngeli kjo, Rama më i vetmu dhe më qartur, se të është nuk ka ku e gjë. Dhe unë nuk om hallin e Ramos, kjo është me keqa. Se mu prap Rama më duket me sakti për momentin. është problemi që me këto lloj proteste që ke bo, dhe ne e dim që në gjithë botën, nda që fute revolucion me ngjyrat, nda që fute me pelikane, nda që fute me zëj, nda që fute me Luana, të ha drejqi mrapa. Shumë interesant, tanë, pse thot ashtu? Edhe sigur 500.000 dilni aty, thot unë, i du 800.000 aq vota sa ka marrë. Po shumë sikur do me gërga. Jemi në një moment që kemi sinqert është një protest vështirë menaxhueshme nga pala që është përballë, nga Rama, pse e them, sepse organizatorët nuk janë të identifikueshëm. Do të thonë, harroje ti atë që janë duke u mbledhur po mbidhen për ditë, okej, ata janë ata mbushtit që bëjnë mira. Yes, sir. Po organizatorët dhe unë jam i sigurt që organizatorët i kanë kërkuar diçka Ramës, diçka që Rama nuk është gati ta lëshojë. Ai prandaj po bën këtë provën e forcës, që ju mblidhni mitingjet, po unë i mbledh në për qytete të tjera për t'u treguar dhe në kryeqytet për të treguar që unë kam. S'dihet kush janë dhe më bën përshtypje takimi fundit që pati me kancelarin gjerman, gjua e trupit tregonte që ata ishin shumë konfliktuar me njëri tjetrin, dhe Rama tha, biseduan, tha, unë dam, tha, ai iku për Berlin, tha, unë për Vlorë, tha, rrugët tona unë dam, tha, pra ishte figurativa. Nuk e di se kush është në fund të drejtën dhe problemi tjetër është që neve nuk kemi shërbim informativ. Do më thënë, drama me madhe e këtij vendi është që
duke goditur sigurimin e shtetit, me të këqijat dhe të mirat e tij, ne goditëm çdo shërbim sekret që duhet këtë një vend. Dhe shërbimi sekret i një vendi është ajo lavanderia ku merren gjithë teshat e pista, shikohen dhe ndahen, kjo lahet, kjo s'lahet, kjo lahet, kjo s'lahet. Nëse ne aktualisht kemi një shërbim sekret i cili s'ka asnjë lloj kompetence, vetëm merr informacionin shumë pas atë se bën tamam. Kanë bërë kryetaret shërbimit një nga Kosova që e hoqi Edin Kurti. Dhe ende nuk, ndoshta ta thash, ndoshta policia në një farë mënyrë funksionon, sepse policët tanë unë i quaj ndër më të aftët në botë kur duan të punojnë, kur duan të kapin. Ndoshta policia mund të ketë dhënë informacion, por kam idenë që organizatori i ka vënë kushte Ramës, të cilat Rama nuk i pranojnë dhe këta vazhdojnë dhe organizojnë. Nuk e di sa mund të vazhdojnë këto protesta, sepse hym te ajo ku këta mjeshtrat e njohin shumë lufta psikologjike që quhet. Se ka dhe i problemo tanë, se për shembull me sa di unë nuk ka zgjedhje tani. Këtë vit as vitin tjetër më duket. Vitin tjetër janë zgjedhje lokale. Zgjedhje lokale, po është i cop kohë që më thonë pas zgjedhje si njerëzit do të pak edhe me majt karikum. Është ajo. Këta tentojnë që të kalojnë në zgjedhje parakoshme. Dhe prandaj thash që edhe heqja në Ngradh ose Saliu është gjithmonë ata, po mu më habit sepse kam idenë që Shtetet e Bashkuara nuk kanë një mendim unik. Domethënë tjetër mendon Shtëpia e Bardhë, tjetër mendon departamenti, tjetër Pentagoni, tjetër për shembull kemi rastin e luftës Kosovë. Departamenti i Shtetit nuk ishte për bombardimin, ishte Pentagoni që ishte për bombardimin dhe CIA. Pra, edhe në këtë rast mund të jetë edhe një dorë e aparateve amerikane të cilët nuk janë dakord me Trumpin dhe me politikat e Shtëpisë Bardhë, sepse ta thash është një heqja e Berishës, gjysma sa që ti mund të vish për një vizitë, është një sinjal për të thënë amerikanët dhe kanë gjithmonë, po shiko, është edhe ky lojtar i rezervë këtu që ne ta fusim në lojë, do thosh ti që ai smerr vota, po votat nëse ti e çon popullin 6 muaj protestat vazhdueshme që fillon e bllokon jetën ekonomike njëri tjetrin. Ke shumë biznesmen të cilët kanë marrë kredi, duan të thonë të dalë ku të dalë vetëm ti ky se s'po vazhdoj. E kur ashtu edhe efektin parën politik. Po, pastaj kush do marrin partitë e re, këto të reja do marrin vota më tepër. Dhe Saliu është nga ata që është në gjendje të bëjë kompromise, i merr dhe formoni qeveri vetëm për të hequr Ramën. Ma ka dhe i gjatan, është se unë për shembull e kontrollova, sa e pashtë e kontrollova, unë nuk i besoj ma se edhe herë në kanë rajtë sa në kanë rajtë, po s'doli nga State Department, po s'qe problemi është the timing is perfect. Koha, pavarësisht, në qoftë edhe një vizitë, edhe një vizitë, koha është perfekte. Po puna se kjo ka familjarisht, është i qikësi e detajume, personalizume. Nuk ju qepët fare atyre se si po shko familja e tim. Një më këta e besoj. Ata du të japin mesazhin që shiko se ky është në lojë, si është në futboll që e nxjerrin prapoj aty te vija. Ajo që dështoja është Shqipëria, domethënë pas Ramës aty nuk do shohin një protestë kaq të mrekullueshme, kaq kryevepër. Dhe e bukur është domethënë psikologjia e protestës sepse pas 90-s, unë shikoja protestat me një interes të jashtëzakonshëm dhe nuk më hiqet nga syt, dhe ka qenë mësimi më i bukur që unë kam marrë për protestat, një siriane e ardhur nga fshati më i djerë i Sirisë, dhe ajo kishte recitu, e kishin pëlqyer njerëzit, ajo recitohet, njerëzit pëlqe, dhe i thanë ato, i tha, sepse u bo, si mund të them, figura simbol e këtyre fjalimeve. Se poezi ka robi sa dush, problemi është se si shkopuna mrapa. Edhe u bo Siria si që shofim sot. Dhe ku e morën intervist këtë, tha një fjalë të mrekullueshme. Unë tha erdha nga PS-ja, tha, mu këtu, dhe pasta që njerëzit më shifshin me interes, më një gjoshin me interes, u bona VIP, dhe nuk ka qelës,
më të lezetshëm për idiotin se ti vesh ato kamerat për para. 100%, jam falë, 95% të atyne që janë sot në protest, they feel heroes. Edhe ai më idioti që mund të kesh aty. They feel heroes. Ne themi mos shoku se na dhjeve, kështu ashtu, ai thot ore, nuk e kupto se ku është Shqipëria, po turp nuk e që zgjen protest. Dhe ai ka shumë të drejtë, po t'ja hapësh trunin, mënena, ai është hero. Dhe ai nuk kupto diçka, që ai heroizmi vet dhitet për 4 orë. Absolutisht, ata që drejtojnë procesin. Ta shpjegoj Marito, sepse mund të gjendë ato se kanë filluar çamet nga Europë tash, vazhdojnë nga pjesa tjetër. Pse? Çfarë ndodh? Mjafton 200 jeni qertë salës, pra në momentin që ti të kesh rrëzu atë, sepse ti thu, dorëzojmë Ramën, se në trujnë aty në shumë i bukur si tru, 95% që thot, dorëzojmë Ramën, dhe nëse do vi një tjetër, do e kuptoj që këtë lloj qëndrimi do mbaj populli. Dhe më bëja shpjegoj, sepse kom i jetë një supe, po i them një gjo, ti se me do të asmin mo me dalë aty. As grunë, bites, e në burri duhet këtë 2 palë pantalona. Pse? Se po të shpjegoj ma i do. 200 jeni qertë salës, duke fillu duke shajt nga ropt, asi gruzje modë. Pra hiku 3 gjysa e protestës. Ikën dhe kalamojt, dhe ngelën po jeni qertë që kemi pa gjithë kohën. Kështu që se shkomeni aty, që nesë pas nesë do hudhësh salën me këtë lloj forme, ti do t'i hash kakën. Dhe do thush, na tratun rrugës. Sa thanë ata që am kuptoj që kishin hongër libra, edhe ishin bitë më të bukur që mund të kishte Europa mren, ishin shqiptarët e viteve 90, nga ajo xhiro, bitë më të bukur që ka pas kjo tokë në herë, dhe më të zgjutët, kokë për kokë. Problemi ishte kur e hongën ata, ti tyç, që gjithë informacione ke nga TikToku. Qa damin atëherë, me ato njerë që ikën? 99.9%, 99.9% taft për punë. E alfabetizume. Po. Keq mirë me s'kishe njëri pa shkollë 8 vjeçare. Se më kujtova diçka. Gjithë ka një ngjashmëri shumë të pramber arabe, ka fillu vetëm nga shpulla që një polici dha një shitësi frutash në Tunizi. Gjitha i çorap që u degradua, pra gjithmonë ai shkaku, ati i sharru emrin, ati që kanë nga në shpullë, nuk kjo është më tanë. Me 19 maj, ne konservatorët, që nuk konservum do të kurrë, kishim i zgjedhje të jashtëzakonshme në Kentucky. Thomas Massey, kundër deputet aktual, kundër Ed Galbraith. Ed Galbraith ishte deputet i Trumpit. Trumpi e përkrau këtë, për në primarën republikane. $35 milion u shpenzuan. Ma e shtreta në historitë Amerikës. Edhe ndër të tjera, Trumpi përdori edhe, me thonë, donator të majt, miliarder, që kanë nduru për gjitha këto kauzat e majta, por që nuk e ka përdim do të ishte Act Blue. Act Blue është organizatë e Sorosit. Që ai në përmjet një organizatit të Sorosit proceson të, paka shumë këshu aludoj që proceson të këto dhurimet, në kupton, donacionet në politikë. Kur me ta mos masë, si me thonë, i kena vu ka pak gjithave. Nuk besoj si, në me thonë, një pjesë, e këta kam qef që din edhe këtu edhe shqiptarët. Imagjino Trumpi, e vetëmi faj që ka Thomas Massey është se ai ashtu i përmaj gjitha premtimeve të Trumpit fushat. Ky po i devijo gjitha. E këte kam dëshirë ta kenë parasysh, do me thonë, kje respekt për vetën talë. Asnjë nuk do e ketë parasysh. Është hero, kuptoj, ai fle hero, dhe zgjohet hero. Dhe nesër, eksaktësisht, pa edhe ne kështu ishim. Dhe nesër disa tjerë do të bëhen heroj. E di që do me thonë me qenë maga New York City. E di sa problem ka qenë, do me thonë, ta këthen të jetën poshtë, e plus, ju e dini, unë jam pak edhe vokal. Am kupton, ishte shumë problem me qenë maga. Unë vetëm një njeri kam pa
Qysh në 2016 me Kapele Maga. Zgudzo me u. E shive si na kthej. Shiko, ka një do të thënë, jo teori, po është praktikat e shërbimeve sekrete, po edhe këtyre fondacionet të cilat janë më të rafinuara, dhe ata kryejnë pushtetin dhe opozitën. Sepse do të thënë, në momentin që ti shikon një njeri që po vërtet më fort kundër pushtetit të Sorosit, në këtë rast, ki që kujdes se ndoshta diku ka qenë me Sorosin ky. Ose, si tha, ka pas film shqiptara, jo more ka bërë Kymër Kemal Atatürku. I tha shokut tim më të ngushtë, i tha, nesër i tha, do dalësh, tha, edhe do më bësh copë në parlament, i tha. O shpi, i tha, i kemi bërë bashku. O të gjësa po të themi, tha, do bësh opozitës, po na del në njëri që e ka seriozisht, tha që hajta kapin vendin e opozitës, kapet ti, tha. Ismeti Nonu, shoku më i ngushtë, shoku i armëve, ti u bë më vonë presidenti Turqisë. Dhe sepse këto janë teori të vjetra sa njerëzimi, edhe ti i tha do dalësh kundra me, i tha do kryosh partinë opozitare, i tha kemi qenë shok pa. Sa se ka kap në i tjetër, me se lejta kapet ti, i tha, edhe pastaj i rregullojmë rrugës gjërat bashkë. Na ju them të në demokratëve që shkojnë mrapa Berishës, ai fito edhe kur hum. Ju hum një gjithmonë. Sa e ka? Imagjino tani fiton, si mund të them, ajo turma që bukur fiton. Bjarama. Dhe po ju betohet Amarildo, që nuk kalo 2 muaj, dhe jo ai zvërneci famshëm, edhe ishulli, se ai ishulli, që gjithë shqiptarët po e qajnë, është përdor poligon qitje nga British. Po, ta përdorësh është gjysat keqes, pavarësisht se është e keqja e plot. Po imagjino këto pelikanat, se çfarë do thoshin, the British, they're gonna say, I'm gonna take this. And fuck you. Jo, po them, ato britanezët do të thonë, këta miqtan, anglezë, do të thonë, sa koks janë nga unë këtu? 200.000. E mora ishullin. Dhe morën unë. Jo, po, fuck you. Sepse e mbyllin kështu ato. Qa do themin, do shkojmë me pelikana aty, bëjmë protestë ndaj aty ne, po them British. Nuk po them Izraeli. E nuk po them Amerikan. Pra, që e kam dorën te bomba. Pra, ne, nuk është se me rëzim në Ramës, ti do kesh mundësi që zvërnecin ta bësh më të bukur. Is no way. Biles, nështë një nga arsyet mund tjetë dhe kjo, një nga, se bojnë nga 100 arsyet, një nga arsyet mund tjetë dhe kjo. Ore, na mërzite shumë, jo po vene pëjmën këtu, jo 200 pëjmë këtu, si që është Rama. Unë du legët shpejt, tu një 300 kova beton shokë, ta shës shpejt. Dhe këte se në lëtot moti. Pra, fitoria jo dhe prap do jetë humje për të. E kam fjallën, fitoria e kësaj mrekullie protesta. Sepse protesta më e bukur që është bën botë, një ndër protesta më të bukur që është bën botë, është bërë në 2009 në Island. No, Island, po. Por Island, për të anglisht. Jo, është shtet. Po mo Island, shtet, po shtet, po Island. A është protesta numër 1. Po ato e morën dorë intelektual, nuk e morën dorë gojotarët. Dhe ishte një plan i detajum. Pra, në qoftë të luftosh korrupsion, si do e luftosh, nuk do të thotë që hiq Ramën, të luftojmë në korrupsion, se kjo nuk është, hiq, nuk do të thotë që po lufto korrupsionin. Nëse ti ke një plan, atëherë është shumë e thjeshtë që ta vesh në punë. Dhe këto bën planin, se kush banka nuk do financoheshin më nga shteti, le të kalonin bankrupt, a më kuptove? Çfarë do financohesh dhe si do vendosesh?
Dhe ishte çdo gjë me laps në dorë. Dhe ata që dolën më bukur nga si më them, kriza e 2008-s. Po, dhe më. Nuk ka as çame nga ropt aty. As t'ikje Rama sot, t'ikje Rama nesër, sepse në gjithë botën e kemi pa. Kur thuhet t'ikje Rama, ose t'iki X person, do të thotë që ti nuk ke plan. Dhe ti çfarë do, ti ke urrëtie ndaj X-it, ose ke qëllim për të marrë, për dalë si për që i kur Rama bën zgjedhjet nesër, po ti do i vit me organizu valla. Por, jo është gjë tjetër. Që me marrë i vot. Por ti nuk do të them tat. Sepse protesta, që të ketë emrin e protestës ose të jetë vërtet, ashtu siç duhet të jetë një protestë, është ka një plan. Pra i thu Ramës, nëse nuk më jep sa vetë kanë investuar në Shqipëri, ti do zbresësh nga qeveria. Për shumë, kush ka investuar? Ke vonë një rregull apo ke vonë një qëllim? Qëllimi nuk është zbritje Rame. Qëllimi është se si mund të rregulloj këtë vend. Pra, kush ka investuar, çfarë tokësh janë ble, nëse ke hall në Shqipëri. Po me përdor kryet, me përdor logjikën. Po këtë po them. Ja, po është. Nuk ka vetë ajo. Po i dashuroj atë. Mos jep shumë mend protestues dhe lesa, do ta keni plan ata, kot nuk kanë dalë. Ata që i nxjerrin në rrugë, ai 5%. I love you. Na përdori Trumpi organizatat e Sorosit me rrezu konservatorin ma konservator që ka pas Amerika në 5 dekada. Trumpi përdori organizatat e Sorosit. Imagjino, ai thot, nuk du Kushner thot. Kushner se ka ai? Ky që ka marrë këtë. Du çunin tim, pse ta mori ai? Çunin ka syze kështu, trumullakët e morën. Në pa lek fare. Faleminderit që ishte sot me ne. Ishte kënaqësi tan, shumë faleminderit për këtë dritare. Faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë. Natën. Kënaqësi.